Ky podcast është prodhim I Onovos. Sot në podcast do të flasim për një fenomen që në fakt e ndeshim gjatë gjithë kohës, por nuk është se kuptojmë realisht në të vërtetë. Keqpërdorimi I termave psikologjik, ndonjëherë I përdorim ato edhe pa masën e caktuar të themi, sepse na duket sikur përdorimi I tyre her pas here na bën të jemi në mod. Njëkohësisht do të flasim edhe për marrëdhënie që neve mendojmë që I ndërtojmë, por në të vërtetë na konsumojnë. Pikërisht për me mua sot është e ftuar psikoterapiste Rainela Xhemollari, ardhur nga Anglia, pikërisht nga Londra, me një sër kualifikimesh dhe do na orientojë më shumë rreth faktit të keqpërdorimit të këtyre termave psikologjik edhe këtyre marrëdhënieve që na duken sikur në të vërtetë janë shumë të shëndetshme, por në fakt nuk janë. Mirë se na erdhe dhe jam shumë e sigurt që ky podcast, ky episod do të jetë një terapi falas për të gjithë ata që po na ndjekin. Se ju gjeta, shpresoj të jetë dobishme. Jam shumë e sigurt, Rainela. Kush është Rainela në të vërtetë? Rainela, ajo që unë të bëra prezantimin, jam psikoterapiste familjare nga Anglia, por duam të dim më shumë rreth teje. Formimi tënd. Është interesante pyetje që bën sepse ekziston ajo thënie e njohur në psikologji që unë jam ajo që mendoj se ti mendon që unë jam. Gjithmonë do e shohim me sytë e tjetrit apo me sytë e vetes? I përgjigjemi tjetrit. I përgjigjemi asaj që ne perceptojmë si nevoja e tjetrit, se çfarë do tjetri të di për ne. Dhe I përgjigjemi asaj nevojës për të pasur një kontroll mbi situatën. Sigurisht. Po nga aspekti më pragmatik, le të themi që unë jam kualifikuar në punë sociale fillimisht, me një specializim në psikiatri, dhe nga ajo fushë kalova në psikoterapinë familjare në Mbretërinë e Bashkuar, për studimet në Universitetin e Bristolit dhe më pas kam punuar në shëndetin mendor, në shëndetësi në Britaninë e Madhe, në shërbimet e fëmijëve dhe adoleshentëve, pastaj në shërbimet e të rritërve. E çiftit, e terapive në çift? Terapia në çift ka qenë gjithmonë pjesë e punës. Sa vështirë ka qenë integrimi aty? Integrimi në kuptimin e gjës që për të bërë pjesë e grupit të psikologëve, e njerëzve që merren me shëndetin mendor. Marr në kontekstin e një shqiptare që do të filloj punë. Më kujtohet se sot ka qenë 12 shtator vitit 2005, dita e parë që kam hyrë në trajnim, në kualifikim. Reagimi im I parë ishte pyetjet që I bëja vetes, si çfarë kuptimi do kishte këto që po dëgjoj këtu në kontekstin shqiptar. Ka qenë gjithmonë një pikë pyetje që më duhet nga dita e parë që nisi aty kualifikimi dhe më ndoqi. Pastaj fillojnë pikë pyetjet siç I the ti, si do integrohem. Në vjet përgjithshme është një ambient I mirë strukturuar. Gjithkush e ka një vend pune, ka role të mirë caktuara për çdo specializim, dhe nga ky aspekt nuk është as pak e vështirë, sepse çdo njeri ka specializimin e vet dhe aty integrohet në ato shërbime që I kërkojnë specializimit të tyre. Domethënë ka një mundësi, ka dhe një dritje shile gjithmonë për çdo kënd që kërkon ta gjej veten të planohet, por duke punuar. Mendoj që është dhe gjëja më kryesore dhe për të bërë pjesë e këtyre grupeve. Nisëm me fjalën e keqpërdorimit të këtyre termave psikologjik. Mos ndoshta kanë nisur deri diku. Ne shqiptarë nuk është se kemi pasur në një çast kaq të fortë me psikologun. Të trokitja në derën e psikologut edhe sot është një tabu, të themi. Por mendoj që ky ndryshimi ka ardhur më njëherë pas pandemisë. Në çastën time, mos gaboj. Por më është dukur gjithmonë sikur patjetër që gjithë pjesa që ne kaluam me pandeminë la shenja jo vetëm në anën fizike, por dhe në anën mendore. Dhe përdorimi I këtyre termeve sikur u mbi vendosën, u shumuan në përdorim më shpesh se sa normalja, mendoj. Si të duket ty, patën nga qasja jote, duke u ndeshur për ditë me këtë gjë? Po, do të thoshe që mediat sociale, zhvillimi I teknologjisë ka bërë atë në shumë fusha, që I ka dhënë përshtypjen publikut se diçka mësohet në një video 2 minuta e 12 sekonda. Dhe janë këto, le të themi, citatat, deklaratat, thënjet e dikujt me famë, që në një moment vështirësi ndjejmë vetveten aty dhe mendojmë se ja, është dhe dikush tjetër që
Më ka kuptuar, e ka përjetuar atë që kam përjetuar unë. Dhe gjejmë veten përmes diçkaje që njeriu e lexon për, nuk e di, 20 sekonda, varet nga shpejtësia që ka secili në lexim. Në një kohë që është fakt që dikush duhet arsimuar për shumë vite dhe piqet me praktikën që të kuptojë se si lidhen termat me realitetin. Tani këtu në Shqipëri kemi edhe një problem tjetër që degët e punës sociale psikologjisë. Filozofia ka qenë bashkë. Basen në filozofi do kemi pasur pak më shumë avantazh, po në këto degët e tjera trajnimi ka ardhur, kualifikimet gjithmonë bëheshin me tekste në më të mirën e rasteve të përkthyera nga teori të huaja. Dhe ato terma i përgjigjen një tjetër jete, një tjetër realiteti. Dhe ne është si të marrësh të fusësh diçka në 4 orë që ajo ka formë rrethore. Kjo ndodh. Do të thënë kur ke terma që janë zhvilluar brenda një jetese komplet ndryshe nga ne, dhe i transferon në jetën tonë. Po, kalon nga një. Është bëhet një adaptim që kur nuk arrin të adaptohet. Për shembull, të jap një shembull. I shumë lakuar i Churchill, Winston Churchill. Winston Churchill vinte nga një familje aristokrate, i cili ka kaluar me nënën e tij në kohën që ishte në shtëpi, pra ai vajti diku në moshën, le të themi 8-9 vjeç, vajti në shkollë në boarding school, në shkollë kur jetonte. Po deri në atë moshë kalonte le të themi 2 orë në ditë me nënën e vet. E theksoj, 2 orë në ditë me nënën e vet. Dhe kalonte rrite nga një dado, që ishte punësuar. Nëse ajo dado ikte nga e punë, vinte një dado tjetër, një dado tjetër. Ora nënës ngite vetëm 2 orë. Dhe nëna ishte ai 2 orëshi. Nëse nuk udhtonte me jashtë rrethit ku jetonin. Dhe ne marrim thënjet e këtij njeriu. Dhe adaptojmë tek jeta jonë. Tani sa të përbashkëta ka nëna e Churchill me nënat shqiptare. Me nënat shqiptare. Me nënën që ka arritur mua apo ty. Asi të përbashkët në të drejtën. Është gjithmonë se të duash të fusësh diçka 4 orë në një rreth. Do të thënë një formë 4 orë ta fusësh në një formë rrethore. Nuk është e mundur. Ose nuk është e mundur pa pasur vetdijen që ka disa distanca, do shumë përkthim dhe interpretim ajo që po lexon. Pastaj diskutohet është dhe forca e gjuhës angleze. Ka atë mënyrën në marketing, ka atë mesazhin, dinamika me të cilën jep mesazhin, që i mrekullon njerëzit kur e lexojnë ca të thëna. Edhe pse tani kemi pasur pak më shumë përkthim në gjuhën shqipe. Dhe fundi do të thosha që si njerëz kemi prirjen të duam të besojmë se e dim diçka. Në momentin që diçka e dim, është më e vogël, po u bë diçka objekti i dijes tonë, është më e vogël se ne. Në momentin që vështirësisë time i kam dhënë një emër, që e lexova diku, ku kam bërë like 2.300.000 njerëz, atëherë e di çfarë kam. Dhe ndihem pak më i fuqishëm, më në kontroll të situatës. Sepse kam atë termin që besoj që më qaset për shtatë. Apo e përdorim psikologjinë për të kuptuar veten apo për të justifikuar veten. Në fakt, para se të bëja të fillonim regjistrimin e podcastit, ajo që më shtyu ishte kot më dha ideja të bëja një pyetësor në storin tim. Dhe më erdhi në fakt këtë pyetje. Do thuash ti njerëzit kanë nevojë, sigurisht që kanë nevojë, po ishin të ndryshme dhe unë disa prej tyre dhe i kam shkruar, do të bëj pak më vonë, por një prej tyre ishte edhe kjo. Domethënë po e përdorim për të kuptuar veten apo për të justifikuar veten. Ndoshta lidhet edhe pak a shumë dhe me ato çfarë them përpara, me idenë që ndonjëherë ne qasemi me realitetet e cilat nuk na përkasin të vërtetë. E vërteta është që duam gjithmonë të ngjasojmë me diçka pozitive si njerëz. Bindjet tona, veprimet tona, qëllimet tona, duam t'i mendojmë si pozitive, është në natyrën e njerëzit. Kështu që tendenca primare është të shkojmë përtej fajsisë tonë, apo përgjegjësisë tonë, apo pjesëmarrjes tonë në një situatë që është negative. Tendenca primare është që negativja është ke tjetri. Tjetri e ka fajin gjithmonë. Ose situata. E ka vetë situata. Kjo është diçka njerëzore, sepse është një ndjenjë e pakëndshme, nëse kemi kaluar një vështirësi,
të ulemi pastaj dhe të kuptojmë si kontribuam ne vetë kjo ajo vështirësi. E vërtet. Disa nga termat që ne përdorim kohët e fundit janë narcisist, pjesa e trauma, kemi kaluar trauma në fëmijëri. Besoj se edhe Churchill e thoshte që kishte kaluar trauma me 2 orët e mamas së tij. Nuk e di e kishte për maman apo për dadun që la punën, po e kishte kaluar dhe trauma të vetë. Dua të them, këto janë terma që neve i ndeshim vazhdimisht, jo vetëm në mediat online, po i ke edhe në ekranet e vazhdueshme, trajtohen tema dhe ndonjëherë janë të kaq reale apo bëhen se janë fjalë për të qenë në mod me sigurisht që nuk janë reale. Terminologjia e psikologjisë është diçka, është një përshkrim. Cila fjalë do më ndihmoj pak të arrij përshkrimin. Nga ana tjetër ka dhe terma që i përkasin ekskluzivisht një shkolle të caktuar, siç është narcisist, që i përket shkollës së psikanalitikës. Nuk është se është një term i pranuar apo i përdorur nga të gjitha shkollat e psikologjisë apo të qasive psikoterapeutike. Dhe e kam vënë shumë herë në media sociale, po dhe në të tjera media. Është një term që përdoret si një realitet, siç themi zemra apo shpretka, si diçka e prekshme, si diçka që është e pranueshme në mënyrë unanime, që ekziston ky term dhe ka këtë shpjegim. Nuk është tamam ashtu psikologjia. Është e njëjta gjë me egoist? Ka elementet përbashkëta. Po për këtë do t'ja lija një psikanalistit ta shpjegonte, sepse një psikanalist nuk do ta pranonte atë ngjasim, do thoshte është shumë më e komplikuar se aq. Ka të bëj me egoizmin, ka të bëj me ngjecjen e personit nga një fazë e maturimit që nuk kalon një fazë ke tjetra, do të thënë nuk arrin ke faza e socializimit, siç është që do e çojmë fëmijën 4 vjeç në kopësht dhe duhet pranoj që ajo lodra, siç është dëshira e vet, është dëshira edhe e të tjerëve. Që nuk është i vetmi person që i ka ato të drejta në jetë, i kanë të drejtat e të tjerët. Është pjesë e socializimit. Ka ngecur diçka në zhvillimin e personit që nuk ka kaluar në etapën tjetër. Megjithatë, jam e bindur kush koleg më dëgjon nga psikanalistët nuk është i kënaqur tani që po u futem në frontin e tyre. Por dua të them për publikun këtë, nuk është një term aq unanimisht pranuar apo i përdorur në të eksaktësisht të njëjtën formë. Keq përdoret pra, në një farë mënyrë. Përmend gjuhën angleze që në fakt e ka dhe emocionin brenda deri diku dhe mënyra se si mund të ta perceptosh ti është të vjen më ëmbël, të themi. Shqipëria nuk e ka këtë. Gjuha shqipe fjalorin emocional nuk e ka kaq të fuqishëm, themi. Përbën problem kjo gjë edhe në shprehjen e një emocioni të bukur? Unë jam duke zhvilluar prej 6 vitesh një kërkim shkencor për të nxjerrë provën që është e kundërta asaj që sapo the. Asaj që gjithkush e thotë që gjuha shqipe është e varfër. Është e varfër, jo. Dhe do i kthem asaj që thash në fillim. Për sa kohë ne përkthejmë termat e të tjerëve, atëherë gjuha jon del e varfër, sepse është ligji i parë i përkthimit që gjithmonë gjuha burim del më e pasur se gjuha destinacion. Për sa kohë ne duam, të gjejmë përkthimin e një termi në anglisht, atëherë gjuha jon del e varfër. Por po të pyesni ata që kanë përkthyer librat e Kadares në gjuhë të huaja, do t'ju thonë që gjuha jon është pa kufi. Pra, varet gjithmonë se nga ke piknisjen dhe destinacionin, atëherë gjithmonë gjuha në destinacion del më e varfër. Mos të harrojmë dhe që gjuha angleze lidhet me marketingun në një mënyrë shumë dinamike, filmat e Hollywoodit, serialet e forta, pra a zhvilluar aq shumë marrëdhënia jon me gjuhën shqipe? Do pyesja unë. Unë kam mëruar për të gjë, dhe di të them që deri në një pikë e kam dashuruar atë pjesën edhe të gjuhës edhe Kadaresës, shumë emra të tjerë, kolozëve të gjuhës letrare shqipe. Por këto mbeten thjesht në letra dhe nuk është se përdoren në gjuhë reale, në gjuhën e përditshmërisë sonë. Prandaj unë vazhdoj të them që huazimi i këtyre terminologjive mbizotëron emra tonë shqiptar, emra konkret, përdorimi i një fjale të ëmbël shqipe zënsohet me një sweet, ndërkohë që mund të jetë shumë e bukur në ëmbël apo e dashur, ti mund ta
perifrazosh të dhe ta vendosësh në kontekstin që ti e ke. E gjitha kjo, por sot ndoshta dominanca e anglishtës në Shqipëri ka bërë punën e vet. Ka bërë goxha punën e vet dhe do të thoshe jo vetëm në Shqipëri, edhe në vende si Italia e kanë vënë re këtë problem, edhe në vende si Hollanda e kanë vënë re këtë problem, por jo në vende si Greqia, ku ekziston një marrëveshje gjithkombit që nuk ekziston asnjë term që do mbijetoj për më shumë se pak javë në gjuhën britanike. Direkt do gjejnë përkthimin në gjuhën greke dhe do ta mirëpranojnë të gjithë. Për shembull, intermittent fasting, atë term e dëgjon kudo në anglisht, edhe në Itali, edhe në Hollandë, edhe në Gjermani, por jo në Greqi. Po, ti je fanatik dhe mbrosh me zjarre, me dëshirë të madhe e pjesën tënde. Në fakt, lashtësia antike greke ka bërë dhe është pothuajse baza e çdo gjuhë, letërsie, epoke, filozofie dhe psikologjie bashkë. Po, por ekziston dhe le të themi një kontratë sociale mes gjithë kombit, që ajo është gjë që duhet të bëjmë, pa që ne nevojshme ta thuash apo ta shkruash diku. Është një investim i të gjithëve. Dhe e kanë arritur. Bravo. Në studimet që ke bërë, më the ka rreth 6 vite që po merresh. Ku e ke bërë më të bukur pjesën e gjuhës shqipe? Asaj veriore apo jugore? Gek apo tosk? Gjithkush anon ke çfarë njeh më mirë. Ty te zona vet. Gjithkush, dhe unë vi nga jugu dhe juglindja dhe diskutohet kujtimet e bukura të fëmijërisë janë nga shprehjet e gjyshes që ishte nga jugu. Megjithatë është për të thënë që ekipi me të cilin po bashkëpunoj, jemi 5 veta psikoterapistë familjare, të gjitha të trajnuara në Europë, jo në të njëjtën shtet, dhe 3 prej tyre flasin gjuhën geg dhe flasin goxha të avancuar, jo thjesht me 2-3 fjalë, apo jo thjesht theksi, po dhe me goxha dialekt, dhe më ka dhënë mundësinë të njoh një pjesë tjetër të gjuhës shqipe që është shumë e pasur. Shumë e pasur, është e zonë. Kthehemi te fëmijëria, ndalim te pjesa më kryesore, mendoj, e zhvillimit tonë. Çfarë marrim ne pa dashur? Gjithçka. Ajo është baza? Ajo do varet nga ne. Gjithçka mund ta marrësh nga fëmijëria, por jo gjithçka do ta mbash nga fëmijëria. Sepse jeta është goxha dinamike. Adoleshenca ka ecejaket e veta, ka ngritjet edhe uljet e veta. Është do të thosha një periudhë tërmet në zhvillimin e njeriut, goxha e fortë, stuhi mund ta thuash, uragan dhe bën të vetat. Nuk është mbarimi fëmijëria. Jo. Është thjesht kapitulli i parë i librit. Kapitulli më i rëndësishëm, më i bukur, mendoj patjetër që është i rëndësishëm. Qëndron gjatë gjithë jetës sonë. Në terapitë e tua të vazhdueshme, mendoj që nuk ka vetëm anglez, çifte angleze, po duhet të kesh edhe shqiptar. Në punën private do të thosh 70% kanë shqiptar. 70% janë shqiptar. Cilat janë problematikat më të shpeshta që hasin çiftet tona andeja? Njëherë do të thosha është tranzicioni nga ajo familja imagjinare që kemi të gjithë në mendje tek familja reale. Pra, shumë prej nesh, kur dalim në jetë, kemi një opinion, një ide se si ishte familja jonë, apo si ishte marrëdhënia e prindërve tanë. Ajo ide që kemi... Fëmijëria. Ajo ide që kemi formuar neve, ose sa reale është, sepse ato fillon pak a shumë do të bëhet sa pikë pyetje se sa reale ishin ato kujtime që ke pasur, apo kur them reale është a ishte i gjithë realiteti ajo që shikoje, apo si çdo fëmijë shikoje ai sa lejohet për një fëmijë. Duhet fillimisht të fillon kjo problem. Ka njerëz që nuk e bëjnë atë tranzicion dhe hynë në martesë apo në zhvillimin e një familje të re me një ide goxha fikse për se si ishte realiteti i tyre, qoftë negativ, qoftë pozitiv, po kryesisht është pozitiv. Në shumicën e tyre janë burrat që e kanë, flas në punën time, nuk kam statistika të tjera, janë burrat ata që e kanë atë ide fikse që kështu ishin gjërat dhe nuk është se kanë bërë pyetje të mëtejshme për çfarë nuk ishte para syve të tyre kur ishin fëmijë dhe kanë një shpresë të një, le të themi, fotokopjimi të asaj jete.
Por, mirë, kjo fotokopja mund të vazhdoj të ekzistojë në një lokacion të ri, në një vendodhje të re? Akoma më pak aty. Më pak aty. Edhe megjithse unë do mund të thosha që edhe Shqipëria e sotme është një lokacion i ri nëse e krahasojmë me brezin e kaluar, me prindit që na arritën ne. Është komplet diçka tjetër. A pranojnë të vinë? Janë si fillim gruaja dhe pastaj të rregjë burrin, bashortin. Atëherë është diçka universale tek shqiptarët dhe jo vetëm. Kur vinë tek terapisti, janë të gjithë të bindur që e drejta është ajo që po mendoj unë. Dhe mjafton boll të më dëgjoj mua një profesionist që t'i thotë të dashurit të zemrës time, të zgjedhurit të zemrës time, që është kështu si po them unë. Dhe ne do jemi mirë mbas asaj. Pra, vështirësia kryesore në terapitë në çift është të punosh me pritshmëritë e tyre. Pritshmëria e tyre është që e mira është kjo që po mendoj unë, dhe çdo gjë tjetër mjafton që na dëgjojë një profesionist që t'ia thot partnerit tim, edhe do jemi mirë. Kjo pritshmëri është goxha jashtë realitetit. A zgjidhet kjo situata më njëherë? Jo. Se më duk shumë. Jo. Kjo situata adresohet. Adresohet. Mundohemi që të jemi të barabartë në kohë, se sa pyetje i bëjmë njërit, se sa po përdor foljen e sfidojmë njërit, bindjet e njërit, veprimet e njërit dhe aq të tjetrit. Dhe në përgjithësi ka më shumë burra që dalin të kënaqur nga seanca e parë, sepse së pari kanë ato vështirësitë emocionale që të shprehjes, të bot kuptimit ton, jo vetëm tonit, por që nuk është maço të flasësh për ndjenjat e tjera, dhe mendojnë se do futen në një ambient terapie dhe terapistja thjesht do i gjykojë sepse është grua. Kupton, ikim nga kjo, po dhe dëgjojnë dikë tjetër që po sfidon dhe bot kuptimin e gruas së tij, në që është ndryshe. Të kuptohemi, ata që vinë në terapi janë ata burra që në një mënyrë apo në një tjetër thonë diçka duhet ndryshojë mes nesh. Rëndësi ka që pranojnë. Patjetër. Sepse ne gratë kemi më të vështirë të pranojmë jo vetëm në lidhje me një marrëdhënie të çift, por edhe në marrëdhënie tjera, shoqërore, në punë, për të planuar gjëra sesa meshkujt krahasim. Do të thosha që është universale e vështirë për të shumë dhe subjektive, varet nga karakteri i personit. Thjesht pritshmëritë e shoqërisë nuk janë njësoj si për burrin dhe për gruan. Po. Apo jo? Ja. Një nga pyetjet që më është bërë është të punosh në një vend toksik. Toksik. Fjala u kthyen përsëri te keqpërdorimi, po e përdorim të fjalë në një vend mbytës, të themi, në Shqip. Sa e vështirë është dhe kur duhet kuptosh e vërtet ti nuk bëhesh pjesë e këtij grupi, ti dashur pa dashur pa rëndon veten çdo ditë, nuk je frytdhënës në punën që bën, nuk je kreativ, nuk je eficient, të gjitha këto. Nuk është diçka e panjohur, të jesh në një ambient pune ku ndihesh që s'po të vlerësohet ajo që kontribon, s'po të vlerësohen gjithë sa sjell në atë ekip, apo mënyrat se si kolegët flasin, mund të mos jenë mënyra që të shkojnë për shtat. Unë nuk besoj ke zgjidhjet, ke formula, që t'i them dikujt një formulë, por gjithmonë kam atë pyetjen. A e ke të qartë ti vetë pse ndodhesh aty? Sepse që t'i japësh zgjidhjen në një mënyrë unilaterale, do të thënë unë t'i jap zgjidhje një problemi me të tjerë njerëz, kjo është e pamundur. Nëse kemi një problem me dikë, o bashk o s'ka. Është normal. Dhe kjo kthehemi prapë dhe ke çiftet, ke zgjidhjet që duan të zgjedhin, të ngjejnë njëra palë. Por unë gjithmonë e pyes dikë, a e ke të qartë pse ndodhesh ti aty? Dhe a vlen ajo gjë për koston që jep? Sepse është gjithmonë në jetë nuk mund të kemi të gjitha. Po nëse diçka na vlen më shumë se na kushton, dhe është mjaftueshëm më shumë se na kushton, dhe çfarë na kushton, atëherë do mundohesh të përshtatesh apo do pranosh atë. Por se nëse kushton më shumë se sa vlen, atëherë kemi një disproporcion. Patjetër që kemi disproporcion dhe duhet marrësh vendimet e tua si adult. Pyetja që u bën më shpesh në fillimin e një seance terapie. Në fillimin e një seance terapie, pyetja që bëj më shpesh është kur të gaboj me ju, kur të them gjën e gabuar, si do ta kuptoj? Ka njerëz që e japin me shprehjen e fytyrës, ka njerëz që reagojnë me fjalë, ka njerëz që mbeten të heshtur dhe të buzëqeshur dhe ikin të lënduar. E mendoj atë seancën e terapisë ashtu siç ne shohim në filma, ka raste që i shtrirë, në atë qetësi, një pauzë gjatë,
pyetje që bën dhe a është e vërtetë kjo apo? E thash, qasje të ndryshme kanë mënyra të ndryshme pune. Pra, ajo që me imagjinohet me shtrire në krevat është psikanaliza, nuk e di tani se sa e bëjnë akoma njerëzit psikanalizën që është 3-4 herë në javë, është një trajtim intensiv. Po, është ajo pra të bëhet fjalë, ku themi që po. Meqense më përmendë herët, tani pyetja besoj se për gjithë njerëzit normal, jo vetëm ato që mund të kenë probleme, sa herë duhet të shkojnë te psikologu? Si te një dentist që ne shkojnë për zbardimin e dhëmbëve? Si i ke dhëmbë do të pyes. Sigurisht. Si i ke dhëmbë do të pyes. Nuk ka përgjigje, domethënë të menjëhershme. Por mbasi bëhet një konsultim, gjithmonë themi, këto gjëra po vëre. Dhe këto vështirësi që po vëre, nëse mendon dhe personi vetë që janë këto vështirësi, do na duhet minimumi 6 muaj të punojmë. Rregullisht në mënyrë javore ose rregullisht në mënyrë 2 javore. Ose mund të jenë vështirësi më afatgjate. Për shembull, nëse vjen dikush me psikoza, nuk mund të punojmë për 6 muaj. Do dojmë më shumë kohë. Është disa vite. Nëse vjen dikush me një çrregullim bipolar, nuk mund të japim zgjidhje të mrekullie për 6 muaj. Dhe është mirë t'ua themi që në fillim, sepse nuk është pozitive ti futesh një punë dhe ta lësh për gjysmë, dhe pastaj ta rinisësh dhe ta lësh për gjysmë. Edhe për ne si profesionist nuk është e mirë, po të flasim tani për personin më vulnerabël në këtë situatë që është klienti që vuan. Nuk është gjë e mirë të nisësh diçka dhe ta lësh për gjysmë. Më mirë mos ta nis fare, ta lësh kur je gati për ta nisur, por nëse nis duhet të pajtohesh që është diçka afatgjatë. Prandaj pyeta, si ke dhëmbët? Varet nga vështirësia që ka dikush. Vetë juve duke u ngarkuar me gjithë të histori, tragjedi pafund që mund të ketë çdo lloj njeri që të ketë aty. Vetë juve ku zbrazeni? Si punoni ju për të pasur një mendje të paqët deri diku të qetë, në mënyrë që të përsëri të hyni në atë rrugën që duhet të jepni për të tjerët? Së pari ne kemi është pjesë e kualifikimit që duhet të bësh vetëm psikoterapi minimumi 3-4 vjet. Pra është bërë një punë bazë. Së dyti është supervizimi, që i themi që janë takime çdo 2 javë ose çdo 1 muaj, varësi të nevojave që ka dikush me një koleg tjetër, gjithashtu me eksperiencë, me raste me më shumë eksperiencë aty vetë. Kemi ekipet, po kemi dhe ne miq e shok. Që dhe zbrazeni. Por nuk është se na ngarkon puna aq shumë. Nuk është se na ngarkon, nuk është kur e ke bërë këtë kur je i futur këtij profesioni, ke kaluar në aq shumë trajnime. Ke ndarë pjesën emocionale të punës me atë familjare. Po patjetër. Kjo s'do të thonë që s'kemi dhe empati apo dhe mësori, apo mund të ketë një rast që her pas here mund të ngelet mendja edhe mbasi ke ikur nga zyra. Por nuk është se të gjitha rastet, në çdo moment, në çdo seancë, ne i kemi në mendje tek kemi dalë, po marrim autobusin të shkojmë në shtëpi, apo makinën të shkojmë në pazar, apo merr në telefon një familjar. Nuk është në fund, nëse nuk e ke këtë mundësinë që të bësh atë ndarjen, që unë jam i dobishëm në punë, vetëm për sa kohë nuk përfshihem emocionalisht, siç përfshihen familjarët sigurisht, atëherë nuk mund ta bësh për një kohë të gjatë. Vjen ajo që themi, ai fenomeni ku ti ndrobitesh emocionalisht dhe nuk jep dot. Ke pasur ndonjë rast të vështirë që ndoshta do të ta përmendesh, ta kujtohesh, por që vërtet ka pasur sukses besoj? Raste të vështira kemi pasur plot. Por më kujtohet një rast i një gruaje të re, 32 vjeç, nuk po e them etnin për arsye privatësie, e cila përjetoi një ndarje që ishte shumë e dhimbshme për të, siç për të gjithë njerëzit, është një ndarje me një lidhje 3 vjeçare, dhe më pyeste vazhdimisht të jepja një diagnozë. Kërkonte që unë të shikoja anën patologjike dhe të jepja një diagnozë, në një kohë që unë doja të punoja me pjesën e saj të vetë reflektimit, të kuptonte veten e saj dhe të rindërtonte historinë e saj se kush ishte si njeri. Dhe një moment, sepse këto procese sigurisht edhe ulin rezistencën e dikujt dhe mund të jetë të kaloj një periudhë me elemente depresive, ishte ndjej goxha e rënduar dhe më pyeti nëse duhet merrte ilaçe dhe sigurisht që konsultova që kjo është një bisedë që duhet ta bënte me mjekun. Por ishte një moment i vështirë sepse
ajo donte të mos i merrte ilaçet dhe të vazhdonte të punonte, dhe unë kisha atë dilemën klinike që a do mundet ta përballoj. Ato janë momente të vështira që duhet bashkëpunosh me mjekun dhe duhet bërë një plan se si do ta mbajmë atë rrezikshmërinë që sigurisht njeriu dhe jeta e njeriu ka gjë më e rëndësishme. Tjetër që më ka ardhur është a mund të shërohemi pa u kthyer tek e kaluara? Të kthehemi te fëmijëria, te kurba. Mund të pyesë personin çfarë i trembet, pse ka kaq frikë. Pse ka kaq frikë të kthehet fëmijërisë? Në më të shumtën e rasteve i trembemi dhimbjes me të cilën do përballemi. Patjetër që do ketë gjumë dramatike. Por personi është duke jetuar dhe duke mbijetuar atë traumë prej shumë vitesh. Kthimi tek e kaluara nuk është për të akuzuar askënd. Kthimi tek e kaluara është të kuptojmë impakti ka ke tashme deri aty. Por vetë rezistenca ndaj shkuarjes tek e kaluara më bën të dyshoj se sa i përgatitur është personi të ndryshoj. Sepse është sikur më pyet, a mund mbas një operacioni në këmbë pa fizioterapi të ngrihem? S'ka se si. Po si? Sepse ka një proces, ka diçka në proces. Ka një procedurë në mes që patjetër për të ringritur të duhet patjetër të bësh dhe këtë hap. A është normale që edhe pse mund ta duash familje po të ndihesh i lodhur, do të tërhiqesh ndonjëherë nga disa angazhime? Se më duket sikur kjo është bërë një lloj trendi i përgjithshëm këtu në Shqipëri për mos marrë përgjegjësitë ashtu siç dua. Të dua, po nuk mund të vazhdoj dot më sepse kaq ishte. A është ndarja një çifti lënë përgjegjësi ndaj familjes, do pyesja unë. Sepse shumë herë i kemi identifikuar. Është një term që përdorim ne që themi çifti kur bëhen prindër dhe prindrit kur bëhen çift. Dhe nuk e di pse ekziston kjo bindje në ambientin shqiptar që divorci apo ndarja do të thotë edhe ndarje nga fëmijët, pa diskutim që gjërat ndryshojnë për fëmijët. Ndryshojnë rëndësisht. Por me që kemi parë nga praktika, për sa kohë të rriturit i japin mesazhin fëmijëve që ne kemi situatën në kontroll dhe do mundohemi që të jemi sa më shumë në kontakt siç dhe më përpara, atëre ç'lidhje ka nëse u mërzitem me njëri tjetrin? Një pjesë që me merr përgjegjësinë vetëm njëra pjesë, dhe pjesa tjetër jo. Do të ndarja duket sikur fajin e ka ai tjetri, në të rast mund të jetë gruaja apo burri. Por nëse e ke ti fajin, mbahet ti përgjegjësi për këtë gjë. Është çështje mentaliteti, më shumë apo kthehem ke ajo ç'lidhje ka ndarja jonë me fëmijët. Po ka këtu në Shqipëri ende nuk është bërë kjo. Është ende një. Atëre, a është arsye apo është justifikim? Dalim të pyetja e parë, pse shkojmë te psikologu? A është arsye? Se na ndjen për të shkuar apo për shkuar për pjesën e justifikimit për të justifikuar veten. Duhet të pyesë për konceptin e dashurisë në fakt. Ti vetë si e shikon pas shumë vitesh? Dashuria. Kompleks do të thosha. Nuk kam vënë re. Kam vënë aq shumë forma, nuanca që merr dashuria, saqë do më ishte pak e vështirë ta përkufizoja sot. Mbase kur isha e re mund të isha më absolute ke idetë mia. Por kam parë versione të ndryshme. Kam parë çifte të ulur në divan që nuk flasin as pak për dashurinë, por që mbas le të themi 30-40 minutash tek merr historikun e tyre ti kupton që mes tyre ka shumë dashuri, thjesht nuk e shprehin për publikun, le të themi. Kanë mënyrën e tyre që i komunikojnë njëri tjetrit që unë do jem aty për ty, çfarë do që të ndodhi. Sado që të më kesh ngritur nervat, sado që të më kesh nxehur, sado që të më kesh shkënjyer, sado që të zgjohesh jo e bukur atë ditë, unë do jem aty për ty. Ka njerëz që e kanë këta lidhje apo aftësi me njëri tjetrin, ka dhe njerëz që thonë fjalë shumë të bukura që nuk vlen të mesërmen apo diçka tjetër. Dhe ose ka njerëz që po nuk e dëgjuan si fjalë nuk e kuptojnë. Çfarë do që të bësh për mua nëse nuk ma thua fjalën, nuk
nuk e kupton. Nuk e kupton as me veprim? Jo, sepse i gjen një shpjegim tjetër veprimit. Do t'i gjej një formë tjetër, ashtu se percepton. Më bleve fustan se të pëlqente si fustan, nuk e ke nga dashuria për mua, ose diçka e tillë. Kemi të gjitha të mënyrën tonë se si e kuptojmë dashurinë e tjetrit. Dikush e jep dashurinë duke i vënë duke tjetrit diçka që nuk shkon. Sepse nuk do të ekspozohet, sepse nuk do që ta ekspozojë negativisht tek të tjerët. Ajo është mënyra e tij apo e saj për ta dashur tjetrin. Për të them se problemet kryesore në çifte vijnë nga mungesa e sinqeritetit me veten tonë dhe keq interpretimi i njëri tjetrit. A flasin shqiptarët aty për seksin në marrëdhënien e tyre? Me shumë vështirësi. Me shumë vështirësi. Po do të thosha edhe britanikët nuk është se janë shumë të prirur të flasin ke psikoterapisti për seksin, në kundërshtim me grekët dhe italianat. Do ta nisin atë bisedë pa i pyetur fare, do ta nisin direkt, sepse është pjesë e kulturës së tyre që duhet folur për atë gjë dhe mund të ta nisin pa i pyetur, kurse si dhe futen në detaje të lloj-lloj, pa i kërkuar asnjë detaj. Pa filtra fare. Absolutisht jo, pa filtra. Çiftet italiane, sidomos çiftet italiane flasin shumë të haptas për këtë çështje. Dhe kur them flasin sepse ata vetë konsiderojnë të rëndësishme t'ia thonë psikoterapistit çfarë po ndodh në raportin e tyre, në dhomën e tyre të gjumit. Kurse apo kudo tjetër. Kurse çiftet shqiptare është goxha e vështirë. Dhe ti e quajtë seks, unë i them intimitet. Kështu më erdhi dhe mua tani në fakt dhe një marrëdhënie intime mes tyre. Her pas here jam munduar të gjej fjalë të tjera, nuk di kush e ka fajin fjala që them unë, apo e ka fajin diçka tjetër, nuk besoj se ka i rezistojnë. Do të thënë përgjigje shumë mirë. Vetëm tabu. Shumë mirë. Po ti e kupton që shumë mirë nuk pastaj nuk janë. Çdo më thën shumë mirë. Çdo më thën shumë mirë. Në realitet, çfarë është shumë mirë? Është ajo që tham, që ndonjëherë patjetër që është shumë e lidhur dhe me tipologjinë e vendit nga cilën ti vjen, se sa i lirshëm je për të shprehur veten tënde edhe në këto forma. Ti shqiptarët nga larg si shikon këtë pjesë? Për të kuptuar që jemi disi më të hapur se pitën përpara në marrëdhëniet intime me të tjerët, për të shprehur ato, për të deklaruar apo thjesht e bëjmë sepse duam të marrim ca klikime më shumë. Nuk të doja të përgjithsoja, po në vjetë përgjithshme do thosha që vim këtë sa shprehje më shumë citata të medjave sociale se sa shprehje të ndjera, do thosha. Është pak vështirë të hapemi apo të tregojmë dobësi apo të tregojmë dashuri për tjetrin me fjalë. Jemi më shumë të veprës, si popull do thosha. Është vërtet, është shumë të veprës, se ka diçka që na bën me turp fjala. Nuk është eksakt nuk është studiuar akoma. Kemi stigma akoma, mendoj. Të rrallë janë 2-3 personazhe në Shqipëri të cilët mund ta deklarojnë, të flasin problematika që mund të ketë një marrëdhënie intime mes çiftit. Ndërsa të tjerët thjesht vazhdojnë, edhe dëgjojnë edhe mund bëjnë shënime, por nuk është se e thonë në këtë pjesë. Pastaj kemi dhe shumë atë të theksuar, atë të ndjenja e suksesit dhe dështimit që lidhet me... Cilat janë tiparat tona karakteristike nga syri një psikologu, si popull? Së pari, nuk mund të stërzgjatesh me fjalë. Jemi konqizë? Futu në temë. Me një shqiptar, futu në temë. Nuk mund të stërzgjatesh. Patjetër që duhet të ekzistoj takti, se po flet për jetën personale të dikujt, por nuk u pëlqejnë fjalët e stërzgjatura. Së dyti duhet të jesh jashtëzakonisht i aftë të tregosh që nuk po merr anën e dikujt. Është pak e vështirë kjo që po merr anën e dikujt, edhe po t'jen vetëm individualisht, nëse mundohesh të sjellësh pikpamjen e tjetrit për efekt reflektimi, ndjehet i akuzuar shumë kollaj, sepse jemi një shoqëri që kemi goxha të lehtë akuzën. Vetë ke fajin, mirë të bë. Vetë ke fajin, mirë të bë. Është fjalë dashurie, është thënë nga njerëz që i kemi dashur dhe na kanë dashur. Është një fjalë që kemi dëgjuar në familje. Dashur pa dashur, e kemi dëgjuar. Ti e ke fajin, ai është tjetri më i mirë se ty. Vetë ke fajin. Mirë të bë, ndërkohë po bëhet fjalë për një lëndim, mund të kesh të rrëzuar. Mirë të bë, se të thash që mos e bëj, mirë të bë. Modelet e krahasimit kanë qenë shumë të dukshme këtu në Shqipëri, historikisht.
Dhe kështu që gjithmonë tjetër ka qenë më i mirë se sa Dhe vazhdojnë, dhe ke bashkëshortja ti tjetrit është më e mirë, sepse të gatuar atë më mirë se ty. Në çdo. Ranela, ti vetë me jetën e shëndetit në lidhje me një aktivitet fizik që merr, si është një ditë normale e jotja? Jam kurioze ta di. Më gjen në një periudhë reflektimi në këtë pikë. Nëse mund të jem sinqert. Kam qenë më aktive më përpara dhe me vitet me le të themi përgjegjësi më të mëdha që mora nga aspekti profesional, sikur nuk u mora dhe aq, po mundohem të rikthehem ecjes. Pa e përmendë jogën që kam shumë fare pak që e kam nisur. Dikur merresha me volejboll, doja të rikthesha, vjet u mora pak me tenisin. Është shumë pozitive të dalim pak nga kjo koka jonë që stëranalizon dhe të kalojmë ke trupi që të bëjmë dhe atë ndërlidhjen. Ndërmjet mendjes dhe trupit. Patjetër. Ranel, unë të falenderoj shumë, ishte shumë kënaqësi në fakt, dhe thash në fillim fare që do të jetë një seancë terapie. Shpresoj shumë që të na kemi mirë kuptuar dhe në gjuhën tonë të përdorur. Jam e sigurt që po. Neve në fakt kemi një dhuratë gjithmonë në fund të programit. Është sigurisht produkti që kemi aty ka të bëjë me ty, me lidhje me si mund të sillim ty në nuk më sillim dot në një produkt që ka lidhje me flokët, patjetër që ka lidhje me mendjen dhe është një produkt që na qetëson trurin, aksionor, nuk e di se sa i përdor suplementet dhe sa një psikologë duhet i përdorit suplementet. Gjithmonë brenda kufive që na lejon profesioni jonë i sugjerojmë patjetër suplementet. Këto janë produkte nga Amerika, inorganike dhe mund të hapësh tash atë. Jam kurioze. Shumë faleminderit. Më di të them që kam përdorur dhe vetë një herë dhe jam qetësuar. Axonol Youthful Brain. Kështu që truri është gjithçka. Të falenderoj edhe një herë dhe kënaqësi e madhe, shpresoj shumë të vazhdosh rrugtimin tënd dhe të shpëtosh ndoshta mendjen e shumë qytetarëve andeja. Faleminderit për pyetjet aq interesante. Faleminderit. Faleminderit që na ndoqët dhe mos harroni na bëni subscribe në kanalin e YouTube-it të Onovës. Le të shihemi sërish.